Jemi në pjesën e fundit të #Gjesit e kemi një mysafire mjaft speciale, bëhet fjalë për Era Bajon, e cila është një fashion designer më unike e modës shqiptare. Ajo përveç që është unike në paraqitjen e saj të stilit, është edhe unike në artin që e krijon. Era ndodhet në Prishtinë, ka pas ekspozitën e saj She Creates, We Share, që është organizuar nga Suzan Podcast dhe Arlinda Ramadani, kështu që patjetër që nuk kemi mujt me lanë më shku në Tiranë pa e ftu në emision. Unë po i them mirëmëngjes Erës. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë edhe ti që ke ardhur, që ke gjetë pak kohë se po besoj i ke edhe angazhimet e tua. Jo, faleminderit shumë. Çish je? Këtë ditë me shi, na ke pru po më duket bereqete në Prishtinë. Nesër borë. Nesër borë i vjen, tash bereqete me shi, me borë qavi vjen? E mi stuhi, me që edhe kam dhe emrin Era. Gjitha bashkë. Tu pas ka lidhë dhe Andre, me motin. Era që shjetë që ke qenë këto ditë? Po mirë, punojmë tërkos, që të bëjmë. Qysh kalove, të jasën pak për ekspozitën, ma se që ke pas dje edhe është ka qenë e hapër? Ishte këndshëm, diçka ndryshe, pse jo. Pa tëftuar, pa të Po, pati moshatar të mi, rastisat dhe me një shoqen time, e një dukën që faktikisht është make-up artist, por është edhe piktore shumë e talentuar. Ishte edhe ajo atje. Që shka lut? Një mbrojmje e këndshme? Ishte i mbrojmje e këndshme. Vetëm se ishte qik ftohtë. A ftohtë paka? E pse vendoset me pas veç një ditë ekspozite? Nuk e di ata si e kanë vendosur. Okej. Ishte diçka ndryshe. Ndodhin janë një këto pop-up exhibitions që quhen. Ai lloj formati ishte. Era unë e përmenda që e ki stilin mjaft veçantë, qofë në krijimet e tua, po edhe në paraqitje. Paraqitje vetëm kur dalë, se në përditshmëria me tuta, me trenerka, si thënë ju. A nësot po duke shumë bukur. Faleminderit. Kështu, a je gjithmonë kështu e kuru me në Jo, atë thashë, përditshmëria me trenerka. Po, për ndryshe, kemi me folj pak për artin tënë që e krijan si fashion designer. Po du me undajl tek fëmiria. Kur e ke vrejt që e ki pasion dizajnin edhe artin? Faktikisht, unë jam e rritur me prind artist. I matë ka qenë Arben Bajo, skulptor vëgjaj madhë. Edhe tërkose, rëthorë, me gjitha të kam patur lirshmëri, nuk ose më kam dashur të më ndikoj shife këtë, bë këtë. Nuk ka qenë imponem nga ona. Fare, nuk ka qenë imponuar. Ambienti normalisht ndikon, por nuk ishte imponues. Kështu që jam rritur me atë lloj fushë. Nuk më bëm përshtypje. Ndonjëherë kur më pyesin, unë jam, "Okej, kjo është normale." Dhe njerëzit thonë, "Jo, nuk është." Sa vjeç e ke qenë kur e ke vrejt tek vetja që po të pëlqen me u marrë me dizajnin, me fashionin, që në veçgjëlim ka pëlqyer. As vetë nuk e kam kuptuar, ndoshta më të kem qenë 5 vjeç, që më ka pëlqyer si gjë, okej, do bëjmë dhe unë fashion designer, kam thënë. A ke mendu që një ditë për një me kime u bo fashion designer? Po luftoj për atë ditë. Edhe, kur ka qenë krijimi i parë që e ke bo? Vonë faktikisht, kur kam qenë në fakultet, të fakulteti arteve, nga viti 2 i bachelorit, atëre, se dhe atë periudhë unë as nuk dhja të qepja, jam bërë autodidakt, kam pas qef shumë korsetri, punën e korseve, dhe atë e mësova vetë, arrita gjeja materialet, tekniket, gjitha. E që shë mësove vetë? Nga interneti. Nga interneti, ja. Sot kemi atë internetin që shumë njerëz nuk din as ta përdorin, po ditë ta përdorësh mund gjesh gjëra të papara. Edhe ka qenë korseti gjeja parë që... Korseti ka qenë ajo që kam patur unë fiksim që në vegjëli, që në adolescencë, mos ndoshta edhe më përpara. Edhe janë bajt gjithmonë korsetet. Janë. Edhe... Ato kanë qenë... Të herë edhe tash. Një sqarim të vogël, se njerëzit kujtojnë që shërben vetëm për ngushtimin e belit. Jo, është mit. Në fakt, korset më përpara ishin sutjeni ose të brëndshmet e kove të më parshme. Se nuk kanë ekzistu sutjena. Sutjenat janë zbuluar vitet 30 të shekullit 20. Dërsa më përpara kanë patur stays që quheshin format e korseve që mbashin gjoksin. Me fustane që i kemi po. Me fustane, me lëllëj. Pasaj më vonë periudhën viktoriane doli kjo që
të ishte silueta e belit të hollë, edhe atëre bënin Photoshop, se njerëzit kujdojnë se jo s'ka pas Photoshop atëre. Kishtë teknikat dhe tyre. Anja, a është për një me vërtet që ta ngushton belin, a jo? Është. Është. Ashi, vetë trupi njeriut ka disa elasticitet, po ka deri farpike, edhe trajnon. Ka ato. Si që bëjmë gjimnastik, që muskujt zhvillohen, rriten, e njëta gjë mund të zvogëlosh, edhe belin. Por duhet bërë me korsen e duhur, nuk mund të marrësh një korse nga dyqani dhe ta veshësh. Shkojt në një specialist që e ndërton sipas përmasave të tua, problemeve ndoshta që mund kesh me shtyllën kurizore që ato përshatet që mos kesh. Po, se do mas kohët të fundit kemi pa që shumë shitën për internet, korsete tila për ngushtimin e belit. Janë më tepër fashion corsets ato, se to që janë për ngushtim faktikisht bëhen nga njerëz që merren apo safat vetëm me korsetri. Po. A zere korseti i parë që ka qenë korseti i parë në vitin e dytë të fakultetit? Në vitin e tretë e kam bërë. Në vitin e tretë. Qysh ka qenë? Për diplomë. Edhe pasaj ka vesh në një modeli? E ka vesh Dea Michelit e Big Brotheri. Apo? Po. Nuk e se kam publikuar shumë, sepse unë du t'i bëj një photoshooting shumë të madh një tozë. Kam ato idet e mia që nëjherë janë më linë qik mbrapa, nuk e se i publikoj. I mon për vete, a? A e ke publiku tash ato ajo? Janë për këto highlights të Instagramit. Thjesht nuk e kam bërë postim. Se du t'a bëj si që kam imagjinuar unë, du ambient në det. Po ani atëre interesant me Dea Michela, a ke pas shoqërime të? Jemi njoft nga një e përbashkët, edhe donte një 2 korse ajo, pse jo. Okej, edhe i keni bërë. Okej. Pastaj ke vazhdu me veshje shumë të veçanta, edhe shumë të mira që i ke kriju, edhe mu i me thonë që dalon shumë prej fashion designerët Kosovës dhe Shqipërisë. Jam qik ekstravagante, po besoj. Po, një shumë e veçantë në stilin tënë. Ku inspirohesh? Nëjherë inspirimi vjen edhe kot pa lidhje. Nga gjërat më absurde. Mendoj dhe aspektin konceptual të gjës, jo vetëm teknikën. Teknika normalisht për mua është primare, por koncepti është i pa diskutueshëm që... Kryesisht shumë faktikisht ndjehem më afër detit, edhe kujtimeve të fëmirisë, se kam pat një fëmiri shumë të lumtur, kukullat më pëlqejnë shumë. Por mund të jetë diçka shumë mondane ose një situatë, këto më pëlqen të luaj çik me mentalitetin e njeriut, e kulturës tonë shqiptare, si që kam tregu te muza. Për shembull në fotografinë që po e shohim? Po. Është janë fragmente nga... The Virgin Bride e ke titulluar. Po. Se është ajo mentaliteti onë që duam nusën të virgjër, por që virgjëria s'ka asnjë, se është komplet koncept absurd që është krijuar për të nështruar femrën. E që po e shohim që edhe në ekspozimin e fotografive, edhe që ke kriju, edhe mesazhin që e ke përshu, ndështë edhe tek ruzat jenë ato? Po, po. Ruza, dhe këto ruza janë ruzat kuqe. Fundi është bërë nga një perde vjetër, ndërsa pjesë e korses është bërë me qendro. Nuk e di si i thoni ju këtu në Kosovë. Me këto që bënë me punime dore, që bënin gjyshe tona, mama tona. Garnitura? Garnitura, po. Okej. Edhe me dantellat vjetra. Është edhe ajo qeleshja që i kanë bënë, garniturën. E veçantë shumë. Këtë korsen e ka pas vesh dhe ajo Sahati. Po, një këngëtare e re, po. Kosovare që jeton Kanada, e përshëndesim. E përshëndesim, e kemi pa dhe në TikTok është shumë aktive. Është shumë tipe, që një ashtë masë. Edhe e veçanë duke të dhaja shumë. Shumë stil. Edhe veshit e Zafesti në Shkodër, të korsen. Kemi edhe një fotografi tjetër që kështë mujtë me e komentu me stile unike, që i kryen era, edhe ta shdojnë nëse të vjen ma letë mund është me i këqyrë dhe që aty era. Shumë mirë, po. A të vjen ma letë që aty të ekranit? Më kollaj këtu se...
Nuk shumë mirë, nuk kam arsizet. Okej. Kështu që të. Këtë e ka veshur Beatrice Gjergji e Shkodrës Elektronike, të daljet të partit para Eurovizionit që bëhen me kuadrët Eurovizionit normalisht, në Londër. Kështu që ja dhe po e shojmë edhe veshjen. Që ka bërë performancë atje, ka shkëlqyer, nuk e di, ka patur një energji të jashtëzakonshme, ka lindur për skenë. Janë një grupi pa parë. Edhe stili i veshjes që, po e shojmë që e ke qitë letër mas pare. Po. A kështu i kryen gjithmonë në Në përgjithësi po, zakonisht faktikisht i kryen një letër bakalli, i themi ne, kështu mund të jetë në i gazet, në i letër koti, skicon atë gjën primare, pasaj i rije përpunojnë në tru dhe e kalojnë në diçka më serioze. I është përshtat shumë Beatricit veshja, e ka kërku ajo për të kalon dorë ty? E ka kërkuar vetë ajo, që i përqeo këtë dhe donë të qënë të këtë. Mund të shumë rafoj pak për qëtë koleksionin që e ke pru? E kam quetur në petkun e shqiptarizmit dhe kam marrë gjithë kulturën shqiptare me aspekt historik, mentalitet, ato pikat, elementet kyç të veshjeve dhe kam bërë një mix mash atje të gjitha. Ja, që është paja edhe nusja. Që i dim gjithë konceptin e pajës dhe konceptin e nusës. Po. Normalisht. Sa bukur. Ishin qik ndoshta për audiencë shqiptare, ishin ndoshta too much, qik si tepër të egzageruar. A ke marrë reagime? Lloj reagime. Atë desha në funditës, po s'pati diskutim në tavolim, bi një koleksion që i po bënë, për mua nuk ja vlen. Kjo është e gjitha. Duhet të keti diskutim. Si që janë këto. Edhe kjo prej koleksionit? Po, prej koleksionit. Që e keni qitë në letët? Ka qenë të muza competition. Se kam marrë edhe, përveç këtyre që përmenda, kam marrë edhe personazhe të kulturës shqiptare, që është Skënderbeu, ky është Çerçistopulli, Zanat e ujit, që është e para fare nga... Jo këto, janë ato, i ka fotot e tjera goca që... Cilat? është e para fare këtyre. Qësh duket? Që është Meruza që i varen të gjoksi. Aha. Po besoj që e gjejnë tash. është qik më para këtyre. Që edhe që është farë koleksioni i guximshëm. Njerëzit u skandalizuan. A për shembull a kanë hezitu modelet ose vajzat nëse ja u ke shfaq? Jo, absolutisht. Mu vinin dhe modelet e tjera dhe më thoshë, a mund të lutem marrni nga veshjet e tua. Po. Nisha tash mu këto më kanë caktuar, po doja të kisha marrë. Po që s'po e gjem duket ajo. Po. Era, çfarë perceptimi e ki për mentalitetin tonë? Okej, për këto. Po. Kjo është. Po, dhe kjo veshje shumë e bukur edhe e guximshme. Duhet gocuar një qik në modë. Nuk e shoh njerëzit të guxojnë shpesh, shumë pak janë që guxojnë. Shumë shpesh ke folë edhe për mentalitetin tonë shqiptar që e kemi. Vazhdon të jetë qik i ndrydhur. Po. A mendon që kemi përparu hiç me mentalitet? Kemi përparu disi, por prapë janë shumë gjëra që duhet e zaurohen. Për shembull, jo rrallë herë dëgjojmë raste të abuzimit të miturve, dhunimin e grave, që është ndodhur në mënyrë banale në shoqërinë tonë. Është diçka që duhet të fol më shpesh. Ndoshta njerëzit dhe bezdisen nga që është një vazhdon të jetë tabu si temë. Por është e vërteta e hidhur e shoqërisë tonë. A ka ndonjë dallim Kosovë-Shqipëri që kishte mujt me veçu apo jo? Jo dhe aq, me thënë drejtën. Kur vjen çështjat e këto temat e mentalitetit, aty jemi. Po. Jemi kështë shqiptarë, kështë që njëjtë. Pikërisht, shqiptarë nuk haron zakonin. E sa i përket stilit, a kemi dallim? Dallim. Varet nga çfarë personi ndjek. Masa në përgjithësi ndjek këto trendet që shohin gjithë, që kopjojnë. Tash njerëzit në qytet, ku dalin në Tiranës, në Prishtinë që ka ardhur. Njerëzit janë për punë kur janë në qytet, kështu që nuk i shoh fare. Ose në për evente, nëse të vjen në Kosovë. Në për evente normalisht të gjithë shkojnë zbukurohen. Po tash
që të veçojnë janë shumë pak. Nuk është se... As me emër nuk mund t'i dallosh, se janë me kokra. Do shta kanë dhe atë frikën njerëzit që të bëjnë diçka ndryshe, do përfliten nga portalet, nga mediat, edhe jo do fliten keq në për komente. Ti po më duket këtë frikë nuk e ke pas kur. Si? Jo. Këtë frikë nuk e ke pas kur. Tashi, jam mësuar, jam kaliti qik nga kjo frika. Po në fillim, atë kanë... Fillimisht e një qik, vazhdon. Përgjithësi artistët e kanë gjithmonë atë që vetëdyshimin. Të çfarëdo lloje gjë që po bëjnë. Një paragjyku kur ke fillu, ndoshta edhe me koleksionin e parë. Gjithmonë paragjykojnë njerëzit. Gjithmonë. Sidomos në kulturën tonë është. Si popull, mendon që jemi paragjykues? Po, jemi. Jemi, a? Sado nuk duam ta pranojmë, jemi. Ti a jem paragjykuese? Jo, s'pa ma fare. Se cili ka punë e vetë, rezin e vetë, kështu që s'kam se të gjykoj. Nuk mund të gjykoj njeri unë për nga veshja. Në funditës është veprimi dhe shpirti i ti. A i betet për të gjykuar. Po doj mundali dhe... E pse jemi që si njerëz shumë e gjykojmë për veshjen tjetrin? Për shembull, kemi pas edhe lokale në Prishtinë që në bazë veshjes nuk e kanë lënë dikon me hi, për shembull, në lokal. Ato kodet që i vejnë në për lokale ndodhin për me pat një farë audience specifike, se zakonisht nuk mund të pranojnë një fëmijë 15 vjeç, një adoleshent të hyjë pas shkolle atje. Du një audiencë serioze të ai lokali. Një klientel serioze. Po, jo për fëmijë, për shembull, ndoshta që dikush prej punës me patike është edhe thotë, nuk më më shku se jam me patike. Jo, varet nga lokali, se janë disa lokale shumë specifike që duhet të kesh një veshje formale, serioze. Jo të gjitha lokalet janë njësoj, duhet përshtatesh çik me formale. Ndërsa sa i përket njerëzve, pse gjykojmë tjetrin qysh është vesh? E dim që veshja është një paraqitje mjaft e mirë vetë vetës, po vjen është çik nga vetja si gjë që të njerëzit, që momenti që i gjykojnë të tjerët është që vetë ata janë shumë të kalbur për brënda. Ajo është. Nëse nuk guxojnë mjaftueshëm në jetë, kanë ato komplekset e tyre. Gjithashtu çështje kompleksi. Ty të ka ndodhur ndonjëherë me të gjykuar se çka ke vesh? Për herë. Për herë. Çka të kanë thonë? Zakonisht unë kur shkoj në punë jam sportive, edhe më thonë, ama pëse zvishesh qik më serioze, po të shi unë do punoj me bojra, do punoj me kalamajt, do bëjmë i pis, qatë vit bëj pis robat e mira, jeni vete. E kur vesh roba serioze ose të tjera? Ke vesh qik si shumë sensuale. Kur qyrë ta manë nuk është, ta? Po më lini ratë. Asë njerë ta marë. Fix. Gjithmonë do ketë para gjykim bi njerëzit. Po atë kanë janë për shtypjen e edhe komentet në për rrjetet sociale, se dim që dhe shumë njerëz ndikohen nga komentet e këqija dhe para gjykimet. Nga ndodhë një mikeshës time që ka bërë një veshje për një këngëtare dhe njerëzit pa e njoftë fare, as dizajneren, flisni në mënyrën më të shumtuar, të shi më falë, normalisht gjëja është për skenë, do jetë ekstravagante, leni të jetë ekstravagante, jo, ku del ajo si gudzona dali lakuriq, po lene mi mërë, apo jep një show atje. E për cilën veshje performance? Një ka ndodhë para nga disa vitësh, në një festival në Tiranë, jo timja, një shoqes time. Kjo nështë është edhe që përzi njerëz që skena është diçka krejt tjetër me përditshmërinë. Po, e përzi një qik, i ngatrojnë. Po, i ngatrojnë bashkë. Sidomos brezat prindrit tanë, gjyshrit tanë, brezat e vjetër, e kanë qik të kompleksin. Mu bidem duke që e kam përshtypjen që edhe përditshmërinë e përzin me skena. Për shembull, shumë vajza të reja, nëse shohin Rihanën që ka dojnë me bark jashtë, nuk të më donë të ashtë me dojnë në përsitet. Po le të dalin që ose ato ndjenë rehat, pëse jo duan të japin show-n e tyre. Ka pas të ndikur Thierry Mugler, që është një nga dizajnerët më të mdhenjë, më të preferuarit e mi, edhe thoshte që dhe përditshmërinë shife si një show, dhe në momenti që ti zgjohe shife si një show, ti krijon një ritual. Okej, te atërë përtu që s'ka lidhje nëse dhe përditshmërinë e shojnë që se do të kryosh atë skenën, kryoj, pëse jo, ti e një personazh në jetën tate. Ira shumë po m'bjem për shtypje dhe thajnë që... bo të lutem, jo. I pas ke shumë gjatë. Lutem, jo. A janë tut? Po.
Tut janë, që ka së gjatë? I kam pas dhe më të gjatë, po. A po, a? A kemë ndu në ere me konkuru të Guinness World Jo, të keqen, jo. Mos për e thene e rekord. Po bën kaq që nuk kemi si punojmë dot. Deri këtu në rregull. Mu po më kujtohet që në Shqipëri patëm fyt bile për ta edhe patë bu shumë virale, ke fol për ta, ke tregu që janë thajtë tu. Kështu që ka qenë nuk ka qenë fare emisioni, nuk ishte fare emisioni për thonjt, po ishte çështja që u përdor si clickbait për mua ishte. Ka punim me një gjë tjetër, flisim për punën. Mos më shifni gunën, më shifni punën, në shpër fashme shqiptare. Po që ta është diçka që po vjen sy shumë, kështu që... është pjesë e stilit tim, është e vetë një gjë që unë nuk është se heq edhe pse unë në veshje mund mos t'jem... Nuk të pengojnë kur gjo? Jo. As me punu, as kur gjo heq? Biles në herë dhe më ndihmojnë në disa procese që janë shumë delikate. Me i hapë ose diçka? Me i hapë, me i kapë, me i mbajt. Interesant, o të janë thyrë në i herë? Po ndove dhe i rrugulloja, kam gjetur anë. A i bën dikon thajt, a i mirë ban vetë? Vetë. Vetë i mirë ban. Dhe përda me kësi gele, kështu nuk i kia? A po? I pas këko gjatë fort. A bën një herë me i prek? Me këshit. Oh, wow. So interesant, më thonë asë nuk i pas këtë lymë. Për tova t'i lyja. Shumë interesant. Përgëzoj, për thojnë, se unë e duke... Përgëzoj për punën, li. Qyre, që shfarë dalimi. Unë e qëtash me gjallë që shi bojmë na qikat, dhe qëtash i kom he krejtë smi moj, dhe më thonë mu pak, mu më rritë, mu më thejhen me njëherë. është loj, nuk e që i bënë. është genetika që lu rol me këto gjyra. I pas këtë fort. Iraki me bëna i koleksion tjetër? Po, jam në proces të një koleksioni që shpresoj maksimumi deri në tetor ta kem nxjerr, jo të tetor, vitin tjetër. Po. Po është një koleksion shumë personal për mua, shpalos, do të thënë, janë disa gjëra që mu kam patur fiksime të fëmiris edhe më në fund dua t'i nxjerr se u çmenda, kam kohë që i kam në letër, në format. A ki kohë gjatë që i të punon ta? Po, kam nisur që vjetë, disa skica janë që të para shumë viteve, thjesht që nuk janë mund të realizohen, edhe thjesht gjatë kohës zhvillohen. Po. Si a mund është me razbulu pak, se shka kemi? Deti. është me det, gjëra me det. Me det, a? Gjëra me det. E thëmë fillim që detin t'inspiron shumë. A ndodhë që përshamu të shka në plazh dhe që aty ndoshta fillen me skicu diçka? Jo, aty mbledh guackat. A po, a? Bazën materiale marrë në det. Edhe po më duke që aty fillen korsete, ma ndej ma uvo. Ka dhe korset, po kësaj herë do dalë dhe qik nga korseta. Do kem një ca korset, po edhe ca gjëra. Qik më ndryshe, më të mëdhaja, më madhështore, në thonjë. Faleminderit shumë mira që kjo arë sot në hashtag Gjesi, edhe paka shumë edhe unë njoftum pak bashkë dhe diskutum për punën tonë, edhe stilin tonë të veçantë. Kështu që a kime u kthy sot në Tiranë, apo kime vazhdu me qëndru Prishtinë? Nesër do kthem. Do ta shijoj qik Prishtinën, sa do ko me shi. Shia je, se ju edhe me shi, mund është me shi ju. Pse jo? Faleminderit shumë, edhe shijem edhe erave tjera. Patjetër.